globalizmi e shkatërroi totalisht superfuqinë. Dhe me futjen e globalizmit, automatikisht Kina filloi u bë superfuqi ekonomike, sepse gjithë bota, për shkak të krahut lirë të punës, i çoi gjithë teknologjinë e vet në Kinë. Dhe kinezët çfarë bën? Për 20-30 vjet e morën këtë teknologji, i mësuan gjitha sekretet e kësaj teknologjie dhe tashmë ata, duke përdorur gjitha teknologjitë e botës, evropiane, amerikane, ruse, tajvaneze, çdo gjë tjetër, kanë krijuar një teknologji e tyre e cila po del që është më superiore sa pjesa tjetër, sepse kanë bashkuar gjitha ato teknologji bashkë. Dhe kjo i bëri ata më të fuqishëm. Pra, në momentin që u bën më të fuqishëm, Kina filloi që para pothuajse 20 viteve, filloi ekspansionin e saj ekonomik dhe para 20 viteve Kina filloi me ekspansionin e saj ekonomik duke krijuar atë të krijojmë sërish idenë e rrugës së mëndafshit dhe filloi lidhjet e rrugës së mëndafshit që në atë moment, domethënë që Kina u paraqit si një fuqi ekonomike dhe po vazhdon si fuqi ekonomike.